Bordi i Transparencës ka ndryshuar brenda 24 orëve çmimet e karburanteve në Shqipëri, duke zbritur me 10 lek naftën dhe me 8 lek benzinën. Në njoftimin e datës 9 prill, pas mbledhjes së rradhës, bordi ka bërë me dije se çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoil do të jetë jo më shumë se 210 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 198 lek për litër. Ndërkohë çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzin do të jetë jo më shumë se 173 lek, ndërsa i me shumicë jo më shumë se 161 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi hyjnë në fuqi prej orës 14:30 të datës 9 prill dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme, kur do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftimin e tij përshtyp bordi tërheq vëmendjen çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë në produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset menjëherë pezullim aktiviteti. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, së bashku me atë të Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, janë të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg, thuhet në njoftimin e shpërndarë për mediat. Referuar aktit normativ të datës 3 prill 2026, është e sankcionuar se në rastet kur çmimi i shitjes me pakicë për gazoil është më i lartë se 220 lek litri apo për benzinën më shumë se 200 lek për litër, zbatohet niveli 80% i akcizës. Bazuar në zbatimin e metodologjisë për llogaritjen e çmimeve tavan të shitjeve me pakicë, çmimet janë nën kufirin e aktit normativ dhe për rrjedhoj, niveli i akcizës do të zbatohet i plot 100%.